nga ferma në tavolinë. Mënyra që unë e ushqej veten, me mujt, me ofru edhe klientave, sa ma e shëndetshme. T'hujt që vinë, ta kuptojnë që ne kemi prodhime fantastike, mish mzati, mish gusani, mish shotani, kjo është ajo që na ndon prej tjerëve. Projekti i Thanës, do me thonë, është një ëndër prej fëminis, unë gjithmonë e kam pas pasion kulinarin, edhe gjithmonë jam përzi në kuzhinë edhe shumë herët kom nis me gatu. Unë e kom punu krejt diçka tjetër, do me thonë, jam marrë me një fushë kogja të rëndë me vite, edhe mandej jam ballafaqu me sëmundjen ja 2 herë, edhe herën e dytë kom vendosë që mi lon krejt edhe me u marrë me pasionin tam. Edhe në atë kohë vllau jemi cili jeton tash, ma në fund s'po jeton më në Gjermani, po e kish plan me u kthy, edhe ai tha pse s'po bëjmë diçka në Katun ku e ka baba jon tokën.